buxheti për paga është 200 milion lekë. E kuptova, më tani kjo, po jo pra jo, kjo Ato janë është shpenzime të tjera. kjo është çaj themi ne shtetit. Tani më thuj çaj ju jep lojtarëve të Tiranës. 550 milionë të tjera janë pra 550 janë milionë detyrime nga gjyqet e humbura, nga premio, nga Sa nga gjyqet e humbura? Nuk e kam përshtaktuar këtë gjë. Dhe për çfarë? Thjesht e kam përmbledhur 550 milionë lekë. bëhet kjo gjë? Vetëm për një vit, 2024. 2024 pra, Po, vetëm për një vit. Pra në 2024 750 Janar milionë. 2024 dhe 31 ditor Ta 2024. japim informacion sakt. Vjet Tirana që doli play-out, pagunda rroga mujore 95.000 euro. Çdo muaj kishte vetëm rrogat mujore ishin 95.000, 95-96. Ai ne përmbajmë bilancit zyrtar që ata kanë dorëzuar në QKB. Domethënë me 95.000 euro në muaj, Tirana shkoi rrezikoi qëndrimin në superiore. Nuk është ky problemi. Pyetja është këtu. Dhe unë kam shumë respekt për atë djalin, për Grendin. Madje mendoj që ai qenë futbollist i mirë kur ai qenë me Trin. Shumë. Pastaj çuni presidenti s'bëhet dot më tash, dieta i muhabet gjithë botën. Nuk po bëhet dot më çuni trajnerit, jo më çuni president, për se vetë. Kisha besim që Grendi do ishte pak më i ftohtë se Riti. Se Riti po Grendi s'po bën gjë.